Emri Pussy Riot shpreh identitetin e 3 të rejave aktiviste nëpërmjet artit të protestës në Moskën e vitit 2011. Për ata që turbullohen nga aktet e tyre publike, ky emër përkthehet ndryshe, vagina e çmendur. Sepse shënjestra e vajzave është bashkimi i frikshëm që përbëjnë për qytetarin rus, kisha dhe regjimi i Vladimir Putinit. Studentët e gazetarisë në Tiranë shikojnë te kjo histori se çdo të thotë jesh i burgosur i ndërgjegjes në Rusinë e sotme në dokumentarin Pussy Riot, një lutje punk, në prani të regjisorit britanik Mike Lerner. And I think that the reason for Pussy Riot's international and universal Fama dhe interesi mbar botror që ka pasur çështja Pussy Riot vërteton faktin që të gjitha shoqëritë përballen me të njëjtën sfidë. Magjia e kësaj historie për mua qëndron jo tek akti i vajzave, por provokimi që sollën ndër njerëz, tek mënyra se si njerëzit u përballen me traumën dhe çfarë ndodhi pas traumës, nëse do ta shohim si një marrëdhënie që ka të bëjë me kishën, shtetin, lirinë e shprehjes. Në rastin e Rusisë, Pussy Riot është fakt më shumë një akt disidence në kushtet e një regjimi autokratik. Lerner ka qenë me fat që për të bërë këtë film kishte në dorë gjyrimet e gjyqit të vajzave, i mbetej të merrte dëshmitë e prindërve dhe familjarëve për të treguar se historia e secilës prej tyre është e lidhur me historinë e madhe politike të ish-bashkimit sovjetik, me ndalimet dhe disidencën. The only thing that we didn't film was the actual trial. E vetmja gjë që nuk xhiruam për këtë dokumentar ishte procesi gjyqësor, që e morëm nga arkivi i televizionit shtetëror rus. Pastaj gjithçka tjetër e kemi filmuar. Kemi qenë prezent në protestat e kishës dhe të besimtarëve. Sigurisht që do donim të kishim dëshminë e vajzave, por asnjëherë nuk na dhanë leje që t'i takonim dhe intervistonim në burg. Procesi gjyqësor, akuzat për huliganizëm dhe sakrilegj dhe mënyra e mbrojtjes së vajzave prezantojnë një spektër të gjerë të ortodoksisë, nivelit të së drejtës, por edhe të shoqërisë civile në Rusinë e sotme, një hije e zbetë e rezistencës. Ngritja e vazhdueshme e Putinit në pushtet dhe fuqizimi i projektit të tij nacionalist, që siç e kemi parë këto ditë mund të shndërrohet edhe në një luftë në Europë apo kudo tjetër, është patjetër edhe rrjedhoje e qëndrimit hipokrit që ka mbajtur perëndimi gjatë gjithë kësaj kohe. Për Britaninë mund të them se qëndrimin e saj, ajo e justifikon me faktin që Rusia është një vend klient dhe ne nuk mund të ndikojmë apo të jemi kritik ndaj saj. I ndaluar të shfaqet në Rusi, dokumentari i prodhuar në vitin 2013 vazhdon të bëjë xhiron e festivaleve në përbot. Mike Lerner e loi historinë në proces, te lirimi i njërës prej vajzave dhe dënimi i 2 të tjerave, duke e parë të pandalshme ngritjen e Putinit deri në vitin 2025.